udhërrëfyesi është shumë i qartë dhe kemi kaluar shumë kohë me dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. BE-ja është legjitime për të kërkuar që të ketë avancime konkrete mbi çështjen politike, mbi zgjedhjet e komunave që nuk kanë qenë të kënaqshme, për çështjet e sigurisë. Kjo është e njohur, nuk ka asgjë të re. Mendoj që ekzigjenca nuk është humbje besueshmërie, duhet të dalë nga kjo ballëpërballje që bllokon situatën. Unë uroj që javët e ardhshme të rifillojmë dialogun edhe me Prishtinën dhe me Beogradin, sepse secili vend është përballur me vështirësi politike, sociale, për të mundur të bëjmë avancimin. Është e rëndësishme për gjithë rajonin. Mendoj që kërkesat janë legjitime, nuk duhet lëmë të vendoset një dialog i tërfortë, nuk është mënyra korrekte për të avancuar. Të paktën kemi një vullnet, mund të më bëni besim për këtë, për qëllimin e avancimit, sepse mendoj që për sigurinë e Europës sonë, për bashkimin e saj, duhet ta bëjmë këtë udhë. Por është legjitime të kemi ekzigjenca për këtë gjë. Nuk është ide e mirë kur mundohemi të përçajmë linjat apo të vëmë në dyshim procesin. Pra do vazhdojmë të ecim me forcë, do të riangazhojmë, ne do shkojmë krahas partnerëve tanë evropian për që në mënyrë që gjërat të avancojnë në Kosovë.